Për infermierët dhe personat që kujdesen për të moshuarit ku punojnë edhe shumë shqiptarë në Gjermani vjen një lajm i mirë me të dashur. Komisioni i kujdesit për infermierët, kështu e ka emrin, pra ka rekomanduar një rritje të pagesave minimale për punonjësit e kujdesit për të moshuarit, pra me rreth 5%. Normalisht, qeveria gjermane synon gjithmonë të realizojë në tërësi këto rekomandime të komisionit përkatës, ndaj nuk pritet të ketë ndonjë ndryshim, sepse rekomandimet e tilla zakonisht realizohen me ndonjë dekret dhe nuk ka nevojë pra për ndryshime ligjore. Paga minimale për punonjësit e kujdesit për të moshuarit do të rritet pra rreth 5% dhe atë në 2 faza deri në mesin 2027. Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale dhe Ministria e Shëndetësisë, fjala është për Ministritë Federale, kanë konfirmuar se rritja e parë do të hyjë në fuqi me 1 korrik 2026. Pagesat minimale do të rriten nga 16 euro e 10 cent në 16 euro e 52 cent për një orë pune, ndërsa rritja e dytë në 16 euro e 95 cent vjen me 1 korrik 2027. Fjala është pra për pagesa minimale në sektorin e kujdesit për të moshuarit, ndërsa këto pagesa janë natyrisht bruto. Këto pagesa minimale vlen për asistentët e infermierëve. Asistentët e kualifikuar, pra një kategori pak më e kualifikuar se këta të parët, të paktën me një vit trajnim që kanë, do të marrin nga kurriku i vitit të ardhshëm të paktën 17 euro e 80 cent për një orë pune. Ndërsa, në vitin 2027, pra nga kurriku, pagesat e tyre do të jenë 18 euro e 26 cent për një orë pune. Ndërsa, më së shumti, në këtë sektor paguhen infermierët e regjistruar. E ata, nga kurriku i vitit të ardhshëm, pra 2026, do të kenë një rritje nga 20 euro e 50 cent në 21 euro e 3 cent për një orë pune. Pra kjo është për një vitin 2026, ndërsa 21 euro e 58 cent do të marrin nga kurriku i vitit 2027. Siç e thash, të gjitha këto pagesa janë pagesa minimale bruto për një orë pune, që do të thotë se nuk mund të paguhen më pak se kaq. Por, me siguri që mund të paguhen më shumë se kaq. Dhe shpresoj shumë se shumë për ju që punoni me të moshuarit, pra që punoni në këtë sektor shumë të rëndësishëm të shëndetësisë, edhe paguheni vërtet më shumë. Ndryshe, me këtë rritje preken rreth 1.3 milion punonjës sa marrin paga minimale në këtë sektor. E di që e dini, por po e them se pagesat minimale në këtë sektor janë zakonisht më të larta se sa pagesat minimale për punonjësit në fushat e tjera, që janë vetëm 12 euro e 82 cent për një orë pune. Nga viti i ri, pra 2026, do të ketë rritje edhe në këtë sektor, por me këto gjëra do të njoftoj në ndonjë video tjetër të mos e përzitani. Sidoqoftë, këto janë pra rritjet që priten për 2 vitet e ardhshme për sektorin e kujdesit me të moshuar, ku besoj se ka edhe goxha shumë shqiptarë që punojnë atje dhe besoj se i gëzohen kësaj rritje sado që ndoshta nuk është edhe aq tepër. Nëse doni, miq të dashur, mund të abonoheni në kanalet e mia, por mos harroni ta shpërndani këtë video, sepse siç e thash, mund të prekë edhe shumë shqiptarë që punojnë në këtë sektor e eventualisht ndoshta nuk e kanë parë këtë video. Faleminderit dhe mirupafshim.